mjekët italian i kanë dhënë një mundësi për disa pajisje që në fakt kushtojnë rreth 70.000 euro, ato për një shumë më të vogël, rreth 15.000 deri 20.000 euro mund të blihen këto pajisje, duke na i bërë ato të mundur, duke i marrë ato nga fabrika. Gjithë ata donatorë që japin lek për koncerte, të mendojnë që ekziston dhe kjo pjesë. Ti hedhin pakset nga që sutoj, sepse është diçka që bëhet pozitive, bëhet për fëmijët. Ka mjaftuar ky apel i lançuar një muaj më parë në News 24 nga shoqata humanitare Një Botë për një Zemër, që në kohë rekord të grumbullohen afër 16.000 euro ndihmë financiare për blerjen e setit të ri të veglave për kardiokirurgjinë e pediatrisë, që prej vitesh punon me mjete kirurgjikale të amortizuara. Investimi është kontribut i mirë besimtarëve musliman dhe jo vetëm brenda dhe jashtë kufive. Marrë shkas nga emisioni në televizionin të News 24, përfshihemi për shpreh dashamirësinë, bujarin për ndihmesën e fëmijëve, cilët kanë probleme me patologjitë kardiovaskulare, kardiake. Falënderimi takon Zotit që u plotësua shuma e kërkuar, domethënë për të blerë gjithë aparatura e re, domethënë seti aparaturave i ri komplet. Edhe me të drejtën përfitoj nga rasti që nga ekrani televizorit tuaj të i falenderoj të gjithë besimtarët në radhë parë të xhamiave, po edhe të tjerët jashtë xhamiave, po edhe të tjerë që kanë qenë dhe nga jashtë Shqipërisë, domethënë cilët kontribuan për të plotësuar kjo shumë, sepse domethënë misioni i fesë nuk është thjesht një mision shpirtëror, por është edhe mision sado social për t'u ardhur ndihmë njerëzve në nevojë. Vlera reale e setit në tregun ndërkombëtar llogaritet më shumë se 70.000 euro, ndërsa për kardiokirurgjinë shqiptare, mjetet e reja të operacionit do të blihen me 1/5 e vlerës. Kjo falë mbështetjes së ofruar nga ekipi i mjekëve italian që për vite asistojnë kardiokirurgjinë pediatrike shqiptare. S'pare është kënaqësi që thirrjes që bëm përmes News 24-s në një emisionin Klinika 24, ju përgjigjen qytetarët, cilët u angazhuan dhe me sa dje dhe sot kanë kryer dorëzimin e parave të duhura për të bërë blerjen e pajisjeve. Ne kemi filluar procedurat me qëllimin që shumë shpejt kemi këto aparatura në Shqipëri.